një ansambël që ecën me një rrugë të mbartë të traditës kombëtare, i konsoliduar dhe që kultivon kulturën kombëtare shqiptare. Ishte ky vlerësimi për prezantimin e Tiranë pas 30 vitesh të ansamblit kombëtar të këngëve dhe ballëve popullore Shota. Kishin ardhur për ta ndjekur këtë koncert jo vetëm shikues të thjesht, por kryesisht një auditor specialistësh e studiues të folklorit, koreograf, kompozitor, njerëz të letrave. Ansambli Shota edhe pse tani me një formacion thuajse krejtësisht të rinj, kanë legjirin e vetë edhe veteran siç është profesor Fari Beqiri ose kostumografi dhe kërcimtari Izet Shala. Sa i përket asaj kohë edhe kësaj kohe kuptohet ato kohra kanë pas kërkesa tjera, artistët kanë qenë tjerë, kurse tani janë artistët pothuajse gati të gjithë tjerë, me sa më duket vetëm njëri ka qenë prej asaj periudhe, një ose dy. Unë vetë si Fari kom pas nderin të jem për 7-10 në lloj manifestime. Riktheheni në skenën e Tiranës pas plot 30 vitesh, do thotë kjo për Shotën dhe për ju si krijues. Po, me siguri se me pak emocione, me shumë emocione me tonë, do thotë shumë, se Shota ishte e madhe atëherë. Më vonë, por tani është shumë e madhe. Dhe shumë atraktive do thotë, më tjera fjalë këtu. Shota, duke shpalosur repertorin e saj para një auditorit të zgjedhur, të roqe vëmendjen për elegancën e kërcimit të vallëve dhe interpretimin me kulturë nga solistët e ansamblit si doajeni Ismet Bogujevci. Violet Kukaj dhe të afirmuarit tashmë në këtë ansambël Sanie Matoshi dhe Hysni Klinaku. Rikthimi i Shotës pas 30 vitesh në skenën e kryeqytetit shqiptar, që emocione ka sjellë për ju si drejtues dhe si krijues në njëjtën kohë? Është vërtet, është edhe shumë normale që është një emocion i veçantë kur të jesh në radhë parë të jesh në këtë mes në Tiranë, në një qendër të artit dhe kulturës, si është Tirana. Dhe gjithsesi pas 30 vjetësh kuptohet që është një gjë e cila vërtet një dëshirë ka mos për jona që të vijmë në Tiranë, kuptohet arsyet, dihet më të kanë qenë e pamundur të vihet në Tiranë, në Shqipëri gjithsesi të vihet të shfaqim koncert. Të drejtë kam një veçantë veçantë sepse këtu shihet një trashëgimi e këtij ansambli i cili 30 vjet më parë ishte këtu, la gjurmët e veta, tani besoj që ne do shkojmë këtyre gjurmëve që ka lënë ky ansambël do të me një gjenerat këtë tjetër. Më pëlqeu shumë se ka punë, shumë punë, dhe mbi të gjitha është një grup që unë si vallëtar që jam i vlerësoj, se punojnë me pasion, punojnë me shpirt. Më bëri përshtypje gjerësia e repertorit, shtrirja e gjerë geografike që ka një shtrirje mbarë kombëtare dhe kualiteti lartë artistik me cilën paraqiten si vallëtarët edhe këngëtarët edhe orkestra. Më bën përshtypje veçanërisht dy këngëtarë të rinj jashtëzakonisht talentuar që e ndarojnë ansamblit dhe ndarojnë këngën popullore shqiptare kudo që këndohet ajo. Do të vlerësoja në mënyrë të jashtëzakonshme të ky spektakël përshëndetjet e vallëtarëve në fundet e vallëve, të cilat ndoshta mund duken gjëra të thjeshta, por ne këtu në Shqipëri, nëpërmjet këtyre përshëndetjeve me kaq finesë dhe me kaq elegancë, kemi shumë për të mësuar. Shumë bukur, u kënaqa shumë. U kënaqa më krijoi ca të jashtëzakonshme. Po duk vetja se kur jam 30 vjet më e re. Ishte muzika shumë e mirë, edhe vallja ishte shumë dinjitoze,
edhe solistat ishin tepër të mrekullueshëm. Se vitet e tëra, Shota në Prishtinë këndoi për Tiranën, për Shqipërinë dhe jam shumë e lumtur që erdhi kjo ditë që të këndoj Tiranës, po këtu në Tiranë. Më pëlqeu që gjithë Shqipëria ndodhesh në Kosovë dhe jo vetëm vallet e Malësisë, sepse çdo trup fillon nga koka, pra dhe Shqipëria ka një kokë. Dhe kjo është vërtet Malësia, që përcjell jo vetëm Pushkën siç mund të ketë në histori, por përcjell ëmbëlsinë e shpirtit që ka vërtet shqiptari dhe që nuk i shuhet për asnjë lloj dhimbje që mund të kaloj. Ndofta dhimbja e ka bërë më të fortë, por e ka zbukuruar më tepër, i ka dhënë më tepër gjerësi që këtë ta përcjelli dhe të mos shuhet asnjëherë. Vallet e kërcyra si ajo e Rukovës, Shota, Besa Bes, Suit Kosovare, Malësia e Gjakovës, Vallja e Çobanit e Peshkatarit e të tjerë të realizuara kryesisht nga koreografi Hakim Ulliqi, flasin për një shtrat krejtësisht autentik dhe gjithëpërfshirës të thesarit gjithkombëtar. Dhe siç është bërë traditë dhe këtë prezantim në Tiranë, ansambli Shota e mbylli me këngën e Kaçanikut, me premtimin se shfaqjet e tjera nuk do të vanojnë vite të tëra për të shpalosur gjithandej qyteteve shqiptare nga Mitrovica deri në Sarandë.